Muzika ishte ngritur në volum dhe pista e improvizuar e kërcimit ishte mbushur me njerëz që lëviznin pa shumë rregulla, thjesht duke ndjekur ritmin. Dritat pulsonin ngadalë dhe festa e ditëlindjes së Dolcës dukej se kishte arritur kulmin e saj. Qeshjen, gota që përplaseshin lehtë dhe zëra që humbnin mes melodisë krijonin një gjallëri të vazhdueshme. Fjolla po kërcente bashkë me të tjerët, e çliruar, me lëvizje të shpejta dhe energjike. Ishte në atë gjendje kur muzika të merr mendjen dhe haron gjithçka përreth. Pranë saj ishte edhe Edi, që në fillim dukej thjesht pjesë e turmës, duke lëvizur sipas ritmit si gjithë të tjerët, por ndërsa kërcimi vazhdonte, ai filloi ta ngacmonte me fjalë. Në fillim nishin komente të vogla, të thëna me gjysmë zëri, sikur shaka. Fjolla u përpoq të ignoronte, duke vazhduar të kërcente, por Edi nuk u ndal. Fjalët e tij u bën më këmbëngulëse, më të bezdishme, dhe toni i tij nuk kishte më asgjë lozonjare. Fjolla u ndal papritur së kërcyeri dhe u kthye nga ai. Muzika vazhdonte fort, por zëri i saj e preu ajrin mes tyre. Mos më ngacmo mua, i tha me inat. Çfarë problemi ke? Edi u përpoq të buzëqeshte, sikur gjithçka të ishte keq kuptim, por kjo vetëm sa e acaroi më shumë situatën. Fjolla ishte e mbushur me nerva, ndoshta edhe nga lodhja e natës dhe pijet, dhe durimi i saj kishte marrë fund. Edit, ti e koftin, shpërtheu ajo. Mos më afro dhe mos më fol më kështu, disa nga njerëzit përreth ndaluan së kërcyeri dhe kthyen kokën nga ata. Atmosfera e festës u drodh për një çast. Pikërisht atëherë ndërhyri Dolça, e cila kishte vënë re tensionin nga larg. Ajo u fut mes tyre, duke i ndarë fizikisht dhe duke folur me një zë më të fortë se zakonisht. Mjaft, tha ajo. Ju lutem, jo këtu, jo sot. Është ditëlindja ime, fjolla u kthye nga Dolça, ende e trazuar. Frymëmarrja i ishte shpejtuar dhe syt i digjnin nga zemërimi. Ta dish ti, Dolça, çfarë koftine është ky, tha ajo, pa u përmbajtur. Ky nuk di të flas si njeri. Jo më.